Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show. Kam kënaqësinë që në studio të Origina Show të kem një personazh të spikatur jo vetëm nga bota akademike, por gjithashtu edhe nga bota letrare. Bëhet fjalë për Loreta Shillok. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, Loreta. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që na jepni këtë hapësirë. Faleminderit. Si po ndihesh në Origina Show? Si në origjinë. Bukur, dhe kur jemi te Origina, bëhet fjalë keni një origjinë të lashtë për një qytet 2400 vjeçar dhe i cili karakteristik ka përveç bujarisë, mikpritjes, kulturës, artit e shumë gjërave të tjera që është tepër i bukur, por edhe dritaret. 1001 dritareve ose 1/1 dritare. Edhe cila qëndron? Të dyja mund të qëndrojnë, të dyja gjender në fakt dhe po Origina është e lashtë, po nuk jam kaq e lashtë, nuk jam kaq e vjetër. Ja, absolutisht, je shumë e freskët, gjithë energji pozitive për të dhënë gjithçka nga vetja, për të krijuar një urë të fuqishme lidhje nga bota shqiptare, autor të spikatur dhe për të njohur atë edhe bota gjermane. Shumë faleminderit. Po kjo ka qenë një detyrë ndoshta imja, një preng që duhet të realizuar pasi e shoh që nuk prezantohemi nga ana e letërsisë mjaftueshëm dhe siç e di ndoshta e din të gjithë tani, unë kam çelur në mars të këtij viti shtëpinë botuese me fokus për letërsinë shqipe dhe ku janë jo vetëm libra në gjuhën shqipe, por libra në gjuhën gjermane. Kjo mundësi që ta bëjmë më të njohur në vendet gjermanofolëse dhe letërsinë tonë, kulturën tonë, pasi është letërsia ajo që na lidh dhe që na lejon ndaj të huajve të bëhemi miq me ta. Natyrisht shtëpia botuese ka zgjeruar perimetrin e komunikimit të interesave të bashkëpunimit me autorë të ndryshëm shqiptar të ftesave të ndryshme. Ju vini sot nga Prishtina, keni marrë pjesë atje në një festival të poezisë në qytetin e Zambakut, në qytetin e Prizrenit, apo jo? Po, jam shumë e lumtur në fakt dhe sot vi nga Prishtina. Ne kemi qenë nga data 19 deri në 21 në festivalin Res Poetica, festivalin ndërkombëtar të poezisë, i cili me madhështi nga Vlora Ademi ka pasur një përgatitje aq madhështore sa që i ka kaluar çdo pritshmëri jo vetëm time, por të gjithë me atyre me të cilët fola. Ne kishim poet nga Irlanda, poet nga Italia, poet nga Turqia dhe shqiptar nga diaspora. Edhe ishte me të vërtet është një vatër kur lejohet që flitet fjala dhe kur flitet fjala bashkohen dhe zemrat. Kaluan bukur edhe autorët ndërkombëtar? Jashtëmase. Kaluan aq bukur sa thanë duam vim prap. Bukur. Edhe Kosova u pëlqeu jashtëmase. Më pëlqeu jashtëmase faktikisht edhe pjesëmarrja ime dhe ekipit të televizionit në konsullatën e Republikës së Kosovës, ku ju organizuat faktikisht një takim në kuadër të shtëpisë suaj botuese me autorën markante të letërsisë bashkëkohore shqiptare Mimoza Ahmetin. Ishte një rast shumë i veçantë, më pëlqeu jashtëzakonisht jo vetëm organizimi, por edhe hapi juaj që të krijoni këtë lidhje midis krijuesve shqiptar, autorëve të spikatur, botës gjermane, por edhe komunitetit shqiptar këtu në Gjermani. Ne kemi përgatitur kronikën dhe do ta ndjekim së bashku dhe më pas do kalojmë bisedën tonë. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë librin Tregimet e civilizimit të autorës Mimoza Ahmeti, një vepër që përmes gjuhës poetike na fton të ndalemi, të mendojmë dhe të rizbulojmë botën përreth. Ky aktivitet është gjithashtu një mundësi për të njohur me punën e shtëpisë botuese Loreta Shillok, e cila ka ndihmuar që kjo vepër të vijë në duart e lexuesve. Me këtë rast, Konsullata e Republikës Kosovës në Stuttgart ka përgatitur një program që do të na shoqërojë gjatë gjithë këtij aktiviteti. Në hapjen e këtij programi, me respekt ftoj udhëhecin e konsullatës, zotëri Hamdi Berbadovci, për të mbajtur fjalën e tij përshëndetse. Është kënaqësi dhe nder e veçantë që në emër të Konsullatës së Republikës Kosovës në Stuttgart quajmë së ardhi në këtë ngjarje të veçantë kulturore promovimin e librit Tregimet e civilizimit nga shkrimtarja mirënjohur Mimoza Ahmeti, si dhe prezantimin e punës së çmuar të shtëpisë botuese Loreta Shillok. Kjo mbrëmje nuk është vetëm një promovim letrar, por edhe një moment vlerësimi për një bashkëpunim të frytshëm kulturor. Në njërin anë kemi një vepër të fuqishme
që sfidojnë lexuesin përmes thellësisë filozofike dhe forcës artistike, dhe në anën tjetër kemi mundësinë të njihemi më afër me punën e zonjës Loreta Shillok, e cila përmes shtëpisë së saj botuese kontribon pa ndërprer në prezantimin e letërsisë së shqipe në Gjermani, duke ndërtuar kështu një urë të çmuar kulturore mes autorëve shqiptar dhe lexuesve ndërkombëtar. Ne jemi të bindur se iniciativa të tilla janë thelbësore për ndërtimin e lidhjeve të qëndrueshme ndërmjet diasporës shqiptare dhe kulturës gjermane. Andaj, Konsullata e Republikës Kosovës në Stuttgart mbetet e përkushtuar në mbështetjen e këtyre përpjekjeve. Tani kemi kënaqësinë të ftojmë zonjën Loreta Shillok, përfaqësuese e shtëpisë botuese, për të ndarë me ne mendimet e saj mbi bashkëpunimin letrar dhe për rolin e saj si botuese. Liebe Gäste, ich würde jetzt einfach auf Deutsch, ich glaube, jeder spricht hier Deutsch, außer nur 2, 3 Personen. Ich würde zuerst, also vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt und beim Regen den Weg hierher gefunden habt. Ich würde ganz kurz über meinen Verlag ein paar Worte sagen. Das ist Loreta Shillok Verlag. Das ist eine lange Tradition. Das ist ein Familienwappen von der Familie meines Mannes. Das ist Wagner. Ich habe Wagner weggenommen, in Gerlingen, sehr bekannt. Habe dann daraus Loreta Shillok gemacht. Habe dann auch dieses Element dort entfernt, was ein Original Familienwappen hatte, und ein Buch drauf und Verlag. Unten, wie ihr seht, das ist meine Stadt, woher ich komme, aus Berat. Und oben Schloss Solitude war früher mal, hat zu Gerlingen gehört, wo wir wohnen. Jetzt hat Stuttgart das irgendwie gestohlen. Aber es bleibt trotzdem hier, das ist eine Geschichte. Und genau diese geografische Geschichte habe ich dann auch in Literatur, in Sprache verflochten. Es ist für mich wichtig, dass die albanische Literatur den deutschen Leser erreicht. Und deshalb habe ich hobbymäßig den Verlag gegründet. Le të bëjmë pak dashuri lingvistike. Lass uns etwas linguistische Liebe machen. Secili prej nesh është një objekt sensibël. Jeder von uns ist ein so sensibles Objekt. Kjo na dallon nga objektet jo sensible. Das unterscheidet uns von den unsensiblen Objekten. Dhe secili objekt sensibël i yni është i ndërtuar nga vetë referenca, që i referohemi asaj që kemi ndërtuar brenda vetes. Und jeder sensible Objekt von uns ist gebaut aus uns selbst, aus das, was wir sind, was uns ausmacht. Por në qoftë se boksierët në një ring provojnë me forcë dashurinë për spektatorin, aber wenn der Boxer in dem Ring die Liebe zu den Zuschauern durch Gewalt erringen wollen, një artist provon një unitet shpirtëror nëpërmjet dashurisë lingvistike. Shkrimi i një libri është ndryshe nga vetdia për librin. Das Schreiben eines Buches ist komplett anders als das Wissen über ein Buch. Tani unë duhet të them mbi atë që shkrova, që është një tjetër procedurë. Jetzt muss ich sagen über das, worüber ich geschrieben habe, und das ist komplett ein anderes Prozess. Dhe pa ju unë kurrë nuk do të vendosesha në pozitën që të mendoj mbi librin tim. Und ohne euch würde ich mich nie in diese Position besitzen müssen, über mein Buch zu denken. Kështu që ju jeni një shtys shumë e madhe për mua për të reflektuar mbi punën time. So seid ihr eine starke Säule für mich, damit ich über meine Arbeit reflektiere. Kaluam një mbrëmje letrare, që nuk ishte vetëm letrare, patëm diskutime mjaft të ngrohta dhe intime mbi civilizimin, implikimet e tij në jetën tonë dhe jeta jonë në të, rrugët e mundshme sa më njerëzore dhe më trafinuara për të integruar dhe për të përqafuar në këto kultura të cilat edhe pse determinojnë kanë nevojë për ushqim nga kulturat tona. Audienca ishte mrekullueshme, jo vetëm e dëgjueshme, por edhe drejtoi disa pyetje të një cilësie mjaft të lartë. E njëjta audiencë tani bën zhurmë se po gëzon në një koktejl të përgatitur nga ambasada. Takimet të tilla i quaj jo thjesht serioze, po i quaj të domosdoshme.
për të sjellë një dëgjim, një ndjesi ndërkulturore, për të përfshruar mesazhe të kulturës sonë në këtë kulturë e cila hap portat për t'i marrë ato dhe për të dhënë mesazhin që kemi nevojë të bisedojmë, kemi nevojë për dialog, kemi nevojë të dëgjojmë njëri tjetrin dhe letërsia është një urë që hedh mundësi për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të pranuar, ndoshta dhe për të dashur me njëri tjetrin. Vim këtu në një event i cili për mendimin tim ka një vlerë jashtëzakonisht madhe, jo vetëm për studentët dhe akademikët e shqiptarë diasporës, por edhe për vetë diasporën në veçanti. Për arsyen sepse jo vetëm letërsia shqiptare, por edhe letërsia në përgjithësi po has një problematik me ndjekjen e saj. E kam në aspektin që sidomos brezat e rinj nuk po kapen dot më me tempin e kohës të zhvillimit të letërsisë. Dhe Mimoza Ahmeti arriti që me mënyrën e artikulimit saj dhe mënyrën të shkrimit të saj të librit të na fusë në mendime ne si antar të shoqatës dhe ta fusë në mendime për mënyrën se si ne mund të kontribuojmë edhe vetë me disa studentë tanë të cilët janë pjesë të fushës letërsisë ose studiojnë letërsi për letërsinë bashkëkohore shqiptare në diasporë dhe jo vetëm. Ky ishte një rast jashtëzakonisht i veçantë. Zonja Mimoza Ahmeti u paraqit ose na majti me gojë të hapur thuja se një orë. Është rast që konsulati i Kosovës ka bërë kësi lloj evenimentesh, por kjo është diçka e veçanta, për arsye se na u dha mundësia dhe neve këtu, pra në Stuttgart, të kemi mundësi, pra të dëgjojmë diçka edhe për letërsinë botërore, prej një personaliteti aq të nderuar si zonja Ahmeti. Është nder dhe kënaqësi për ne të gjithë bashkëtarët që jetojmë në Stuttgart, që Konsullata e Republikës së Kosovës na ofron këtë mundësi që shumë shpesh të kemi aktivitetet të tilla, por aktivitetet letrare janë sidomos një mundësi shumë e mirë që të afrohen njerëzit, të afrohen kulturat, sepse këtu kishte edhe Gjerman që marrën pjesë në këtë promovim të librit dhe kështu afrohen popujt ndërmjet vetës. Rikthehemi në studio pas transmetimit të kronikës, që pam së bashku edhe njëherë ju përgëzoj. Kishe mundësinë të takoj edhe bashkëdhetar të ndryshëm, të cilët ishin të interesuar për aktivitetin e shtëpisë suaj? Po, shumë falemderit dhe televizionit tuaj që na bëri nder dhe na erdhi dhe falenderoj gjithashtu edhe konsullatën e përgjithshme të Kosovës së Stuttgart për të mbështetje kaq të mirë. Ne nisim udhëtimin në München në fakt, në Myni me konsullatën e Shqipërisë, ku dhe atje patëm një promovim të jashtëzakonshëm, pastaj ishim 2 ditë më vonë në Felba, në Kunstverein, në shoqatën e artistëve gjerman, dhe pastaj Aika-ve mbriti në Stuttgart në datën 21 korrik, më duket se ka qenë e hënë. Dhe në fakt nuk kemi pasur shumë kohë për përgatitje, por ka dalë me të vërtet një wow, ka dalë me të vërtet shumë bukur. Këto promovime lejojnë edhe që të bashkohemi dhe kjo është ajo që thatë ju, duke takuar dhe bashkëdhetar të tjerë, të cilët erdhën dhe kishin ardhur nga Frankfurti dhe nga qytetet e tjera në fakt, disa kishin bërë dhe 300 kilometra që kishin ardhur aty. Edhe kjo është ajo që të gëzon dhe që të jep frym dhe që të jep shpresë të vazhdosh akoma më shumë, të sjellësh akoma më shumë autor. Kjo është nga ana e Shqipërisë dhe nga ana për shqiptarët, por ajo që më pëlqeu mua aty ishte edhe pjesëmarrja e gjermanëve dhe e zëvendësministrit të Ministrisë së Arsimit apo dhe disa të tjerëve. Pra kishte personalitete gjermane të cilët ishin të interesuar për këtë kategori. Po, gjithashtu interesimi tregohet edhe nga lektori. Unë pata fati që të kisha lektorin e shtëpisë më të madhe botuese këtu në Gjermaninë e Jugut, të Klet Kota, Johannes, dhe kjo na mbështeti shumë dhe na frymëzoi shumë që të merrnim krah në fakt dhe të bënim dhe këto 3 lexime në kohë kaq të shkurtër brenda 4 ditëve në Gjermani. Mimoza Ahmeti, Mimoza Ahmeti është një gjeni më vete
dhe madje nga München kam ende kërkesa, do ma sjellësh dhe një herë Mimozën. Më trego drejt, ku të nxori Moza më tepër djerë, se duke përkthyer poezitë e saj apo komunikimin me pjesëmarrësit në konsullat? Unë i kam përkthyer prozën e shkurtër, jo, proza nuk ka qenë shumë e vështirë për mua, por përkthimi me gojë në konsullat, po. Po se thelbi i mendimeve të Mozës natyrisht është filozofik, unë mundova dhe i gjeta, për fat të mirë, të gjitha fjalët që më duheshin, por kur mendimi filozofik fillon, nuk pushon më, dhe kjo zgjatje e mendimit filozofik më lodhi mua që të mbaja shënime dhe që tua prezantoja këtë mendim kaq dinjitoz dhe publikut gjerman. Urojmë të kemi sërish në të Mozën në mjediset këtu, jo vetëm në Baden-Württemberg, por edhe në landet tjera, që edhe kalibre të tjera, do thoja, si Moza që ka letërsia gjermane natyrisht, që janë me një peshë të veçantë në letërsinë botërore, të njihen më nga afër me letërsinë shqiptare. Por dëshiroj të di edhe për këtë angazhimin tuaj në fushën e përkthimeve. U informova se janë bërë shumë përkthime të kolozëve tanë të letërsisë, duke filluar me Agolin, Kadaren. Këto janë bërë vetëm në kuadër të shtëpisë botuese, apo edhe më përpara, në mënyrë, do thoja, individuale, jo institucionale tashmë që jeni artikuluar bukur. Përkthimet ka nisur në fakt, ndoshta para 16 vjetësh, 17 vjetësh, ka qenë si një aksident, domethënë, unë nuk kam dashur të përkthej dhe nuk e kam studiuar. Nuk ka qenë pasion? Jo. Nuk e kam pasur si pasion, po u bë pasion. Kur nisa përkthimin është e lodhshme përkthimi, sidomos nuk është përkthim, letërsia duhet rishkruar në gjuhë tjetër, nuk përkthehet dhe këtu është problemi. Unë pata vështirësi them të drejtën me gjuhën shqipe kur nisa të përkthej nga shqipja në gjermanisht. Pastaj u riktheva, përktheva dhe nga gjermanisha në shqip, si Heinen, Kafka dhe Schnitzler, por e shikoj dhe vetë, kur unë shkruaj dhe vetë dhe ndihem më e sigurt në gjuhën gjermane se sa në gjuhën shqipe. Kjo ndoshta pasoja e viteve që më shumë se gjysmën e jetës po e kaloj këtu në Gjermani dhe duke ligjëruar dhe gjuhën dhe kulturën apo letërsinë gjermane, kjo bën të vetën. Por nuk ka qenë si institucion nga ana ime, po unë kam thënë provën e parë të përkthimit në Panairin e Leipzigut. Ishte letërsia ajo që bëri që ju të dashuroni me Gjermaninë, apo jo? Po, kjo është e vërtet letërsia gjuha gjermane. Pikërisht formimi juaj, edukime që morët nga familja, faktikisht për gjuhën gjermane, për letërsinë gjermane, bëri që ju mos ndaloni vrapimin tuaj për të shkurtuar distancat gjeografike dhe për të ardhur edhe fizikisht këtu, apo jo? Po, kjo është e vërtet. Unë jam frymuar nga babi im, pasi kam rritur në 74, kur Gjermania fitoi kampionatin botëror, dhe madje babi do të më jepte emrin Hanelore, por në sistemi komunist nuk u lejua. Megjithatë e lejuan që të më quante Loreta, se dhe kjo nuk ishte diçka normale në Shqipëri. Edhe ka qenë dhe pasioni madh i babit tim nga njëra anë, kjo nxitje nga ana tjetër në bangat e gjimnazit kur lexoja Goethe, Schiller, Heine, më mungonte diçka. Edhe pse ishin përkthyer nga përkthyes shumë domodhenj, mungonte diçka që nuk kuptoja dhe doja t'i futesha këtij thellimi dhe thash nëse nuk do studioj në Shqipëri gjuhë letërsinë shqipe, atëherë do shkoj në Gjermani dhe e vendosa dhe këtë e bëra. Po nisa që në Shqipëri mësimin e gjuhës shqipe, mësimin e gjuhës gjermane në fakt. Do flasim për këtë pjesë, po do të rikthehemi pikërisht tendencës suaj në hapat e parë që t'i sillnit lexuesit gjerman, faktikisht autor kolos të letërsisë shqipe, i përkthyet, u asollët, si ishte impakti i parë i atyre lexuesve, si e ndjet ju atë reagim, opinioni i tyre, ju inkurajoi që të vazhdoni më tutje, besoj, apo jo? Po, lexuesi im i parë, para se libri të dali në shtyp, unë kam bashkëpunuar deri para një viti me shtëpi të tjera botuese në Berlin, në fakt, apo dhe në Austri dhe në Zvicër, të mëdha. Kanë qenë kolegët e mi në universitet. Dhe ajo ishte sfida ime e parë, apo dhe shoqëria ime. Ata i lexonin dhe i falenderoj me gjithë zemër të gjithë ata që marrin kohën dhe që i lexojnë. Edhe kur mbaroja një përkthim dhe u thosha mbarova, kur do nisësh me tjetrin. Dhe kjo më nxiste edhe mua në fakt që t'u jepja pak si kafshata letërsisë shqipe.
edhe pse ka qenë dhe është shumë e lodhshme për kthimin e letërsisë, megjithatë kur merr një kënaqësi kaq të madhe nga ai që e percepton këtë gjë që ja ke dhënë, atëre gëzohesh dhe vazhdon udhën prap. Ku kanë qenë vështirësitë më të mëdha, te cili autor? Në përkthim e kam fjalën. Në përkthim. Unë kam përkthyer Arjan Lekën në prozë dhe në poezi. Esetë e tij kanë një sfond historik dhe kulturor i cili duhet kuptuar mirë që ta përcjellësh në gjuhën gjermane. Gjithashtu dhe Xhevaileshin Onufri më është dashur vetë hulumtoi shumë që ta përcjell mirë në gjuhën gjermane. Ndërsa par vjet unë jam zgjedhur si përkthyese e Tritura Gollit nga Ministria e Kulturës, e Arsimit, nuk e mbaj mend. Më e mira, domethënë ke marrë një çmim, po. Po, nga shqipja gjermanisht edhe këto poezi të përzgjedhura, 50 poezi të përkthehen në 5 gjuhë të huaja u përkthyen. Vjet kam qenë dhe me një rezidencë për këtë rast nga Bashkimi Evropian në Shqipëri në fakt, edhe ka qenë kënaqësia më e madhe, ishim të tërë 5 përkthyesit aty, biseduam me lektorë të cilët ishin dekanët e universitetit atje. Vështirësia më e madhe ka qenë Tritura Golli në gjermanisht. Pasi unë e nisa përkthimin, e përktheva mendimin, fjalën, por mungonte rima. Pa rima ai nuk jep nuk të ngjit, nuk është agolli dhe nuk të jep kënaqësi. Bisedoja me lektoren, thoshe Loreta, mungon rima. Po thosha, po bëje ti, po jo bëje ti se ti e përkthyesja. Edhe mundohesha, pastaj i lija kohë vetes, madje nga në një javë vetëm një poezi përktheja. Ka qenë një sfidë shumë e madhe, por kur pash që kolegët e mi në universitet mbushin syt me lot, kur unë recitoja poezitë, u bëj mishi kështu, si thonë, jo, kokra, bornica, më duket edhe? Mornica. Atëherë thash, ja kam arritur dhe më kujtohet kur shkova në Tiranë dhe takova vajzën e Tritura Gollit, Elona. Ajo i kishte lexuar se e dinte gjermanishtën, edhe tha, faleminderit që ma ke lënë baban të jetoj në gjuhën gjermane. Para se të kalojmë tek hapësira e marketingut, dëshiroj t'ju pyes për angazhimin tuaj të vazhdueshëm që bëni me shumë zell, me shumë përkushtim. Je profesoresh në 3 institucione arsimore, duke filluar nga universiteti, gjimnazi dhe të një akademi tjetër private. Inxhinierëve dhe arkitektëve. Dhe nga ana tjetër, faktikisht je shumë aktive me shtëpinë botuese, me përkthimet, cilat jep më tepër satisfaksion, ku ndihesh më e përmbushur, dhe nëse nuk merresh një javë me njërin anë, pjesën akademike dhe i përkushtosh në rastin konkret një festivali siç është Prizreni, të mungon kjo pjesa, të mungojnë studentët? Cila ka prioritet në jetën tënde? Unë e trajtoj këto 4 vende pune që kam unë, i trajtoj si një ëmbëlsirë, dhe kur dem nga njëra shkoj te tjetra. Natyrisht në vendet e punës që jam në shtet, si jam kuador e shtetit gjerman, më duhet që të jap 100%, por kam edhe fatin e mirë që kur jam e angazhuar me përkthime që duhen mbaruar patjetër, universiteti mua më jep të pushim. Kam kolegë shumë të mirë, të cilët marrin orët e mia dhe kur unë kanë shumë mirë kuptim. Dhe kur unë kam pak më shumë hapësirë nga shtëpia ime botuese apo nga letërsia, atëherë punoj unë për ta. Do të thënë këtë luks e kam. Dhe ndoshta është kjo mundësi që më jepet mua nga këto 3 institucione të cilat punoj, më japin shumë hapësirë. Më japin shumë hapësirë që të jap hapësirë unë vetes sime. Dhe kur jam unë e lumtur me poezinë apo me festivalet dhe me shtëpinë time botuese, unë çdo autor që del, çdo libër që del më duket si një bebej që del tani dhe duhet të trajtosh. Dhe jam shumë e lumtur që jetoj këtu dhe që jam në këto institucione të cilat më përkrajnë kaq shumë. Shumë bukur. Do kalojmë tek një hapësirë publicitare dhe më pas rikthehemi përsëri në studio.
Fitoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është e çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri i televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emrin, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Keni pasuruar jo vetëm jetën universitare këtu edhe atë letrare shqiptaro-gjermane, por do thoja pak a shumë edhe familjen gjermane. Tashmë je një nuse gjermane që sjell nga Shqipëria traditat e bukura të Beratit, qoftë te kuzhina, mikpritja. Familja juaj tashmë ku vinë të tjerë farefis i bashortit tuaj që është gjerman për vizita, sa ndjehen të habitur me mikpritjen, me rezatimin tuaj, me mikpritjen që e karakterizon një shqiptare në pritjen e mysafirëve? Në fakt, ta nis me diçka tjetër, mua më pyesin shumë veta, je përshtatur, ke pasur vështirësi me përshtatje. Unë s'kam pasur vështirësi, se kjo kam qenë unë. Dhe ndoshta mistrecia e Beratit apo kokforcia ime i ka bërë të tjerë që të përshtaten ata mua. Domethënë, familja kur ka ardhur, ka dashur të njohë kuzhinën shqiptare. Unë të them të drejtën, kuzhinë gjermane nuk dija të gatuaja, vetëm shqiptare ndija, kështu që u bëja qofte speska të mbushura dhe byrek. Dhe madje edhe tani, e prej 28 vjetësh, gjithë miqësia jonë që vjen dhe familja porosisin. Thosh mos na bëj asgjë tjetër përveç qofteve dhe byrekon. Sa bukur, sa bukur. Edhe kjo është diçka, madje edhe nga ndonjëherë kur bëjmë festa të mëdha që mbledh edhe kolegët e mi, jo vetëm familjen, e mbush atë me pak Shqipëri në fakt, kur u bëj, nga njëherë kam bërë, u tregoja që sa të varfër kemi qenë ne nga ana financiare, nga ana shpirtërore në Shqipëri, më kujtohet koha kur kishim copa buke që i theknim dhe i bënim disa pika vajulliri dhe krip, dhe rigon, dhe madje kështu kam servirur njërë dhe thanë, sa të shishme. Thash, ju nuk do ishit të jetonit në atë kohë, por kjo gërshetimi i kulturave të pasuron në fakt. Unë kam qenë me të vërtet, nuk e di krenare, ajo krenare, po kam qenë unë që jam, dhe nuk u ndrydha asnjëherë, ndoshta kjo hapësirë mu dha dhe nga familja ku gjeta që më lanë të lirë dhe të shpalosja atë që kisha. Nuk e harroj një zonjë slovene, ku mori vesh nga jam, më tha Rifat, gratë tuaja janë shumë të zonja në kuzhinë, dhe unë u habita, mendova se janë gratë slovene. Thash, po pse ke ardhur të ky opinion, të ky përfundim, tha, sepse gratë shqiptare, pa patur shumë
do më thënë artikuj ushqimor në kuzhinën e tyre, ata vetëm me miell dhe ujë din të bëjnë një specialitet që nderon mysafirët, dhe ajo është flia. Nuk e di ke ëngër fli, se bëjnë pjesa e veriut në Shqipëri dhe Kosova. Unë kam ngrënë, po vetë nuk di ta bëj petulla, si vejër. Petulla nuk do, më shumë edhe sot buke. Dhe kur thej për atë pjesën me bukën e me ashtu, do më thënë, më kujtua edhe ajo thënja e zonjës slovene. Gjithsesi vazhdojmë më tutje me këtë bisedë të këndshme, duke ditur faktikisht edhe jetën tënde erdhe nga Shqipëria, në mjedis që ti kishe ndërruar. Sa ishte ky mjedis, do thoya, misor në fillim? Në fillim unë kam ardhur me studime, me shkollë, por mua ka qenë, unë mora çdo gjë, mbi kurizin tim, thash nuk dua që të punojnë prindit për mua, që të pagojnë, atëherë shkova dhe në punë, mbas dite punoja, para dite shkoja në shkollë, në universitet. Po, se Gjermania në fakt të ofron mundësi për studentët. Dhe më ka plotësuar çdo gjë, dhe sa herë që merja frymë, mendoja se po rritesha dhe po rritesha. Pata fatin që në semestrin e tretë më ofruan vend në universitet, unë ndjeva e lumtur, nuk e di, ndoshta ka qenë fat. Ndoshta ka qenë fat, ose dhe ne kemi marrë një edukim shumë të fortë nga Shqipëria, dhe pse ka qenë e kufizuar në ato aspektin e komunizmit, por në shkollë kam qenë unë të babduta, ne kemi marrë një edukim shumë të fortë. Në fakt, dhe kjo u pasqyrua ndoshta edhe këtu. Sidomos Breziuaj, po. Breziujen. Dhe u pasqyrua edhe këtu. Dhe me të them të vërtetën jam vlerësuar shumë. Mendoni se për brezat e tjerë që vinë nga Shqipëria është lehtësuar te masën krahasim me rrethanat që kanë qenë për brezin tuaj ku keni ardhur këtu? Po, natyrisht, mua nuk më njojtë, pas gjimnazia, po universiteti me korespondencën në Chicago, mua nuk më njojtë, mua më desh të bëja studje në kolegj këtu, edhe pse kisha mbrojtur diplomën e madhe të gjermanishtes të gjuhës gjermane në München, më desh të filloja me studje në kolegj, prapë bëra, ndërsa tani janë lehtësuar shumë jashtë mase. Dhe habitem në fakt që ky brez i ri e merr me lehtësi çdo gjë dhe nuk e mendon çdo të thotë që të kesh kaq favor apo të kesh kaq luks të jesh në një vend të tillë apo të studiosh në një vend të tillë. Një vend i tillë si Gjermania në fakt është një ëndër europiane, do thoja edhe për vetë amerikanët kur vizitojnë Europën, nuk e dija këtë. Kam menduar që vetëm ne evropianët kemi një ëndër amerikane, ndërsa ata ande kur shkova thanë që kanë ëndër të vizitojnë Evropën dhe pikërisht Gjermaninë. Por duke qenë që je shkrirë, do thoja, në një me Gjermaninë, duke qenë pjesë e institucioneve të punës shtetërore, që ke krijuar zonën e komfortit, familjen, sa të mungon Shqipëria? Mungesa e Shqipërisë duket në krimin e shtëpisë botuese. Ma nuk më mungonte asnjë gjë. Kjo është hobi, mirë po hobi duhet bërë vetëm në kohë të lirë. Unë marr kohë nga punët që duhet t'u jap shumë rëndësi dhe e jap në shtëpinë botuese. Dhe gjua këtë, nga ndonjëherë habitem dhe vetë dhe them pse. Pasi ne shqiptarët e kemi një veti që transformohemi kudo që shkojmë dhe i përshtatemi, asimilohemi komplet. Por prap kalon një kohë dhe mendon diçka të mungon. Dhe janë ato rrenjët që duhen vaditur, duhen ujitur gjithmonë në fakt, dhe si mund të mbahen të freskëta në qoftë se nuk i dedikohesh gjuhës nga e cila ke ardhur. Pra ndonjëherë mendojmë që ne ikëm nga Shqipëria apo nga Kosova. Na ka mbajtur peng. Dhe në fakt ne mendojmë që jemi larguar, por në të vërtet ne secili kemi nga një copë Shqipëria dhe Kosova brenda vetes, apo jo? Kjo është e vërtetë. Kudo që shkojmë, pavarësisht se sa integrohemi, çfarë bëjmë, gjithsesi Shqipëria dhe Kosova jeton brenda nesh, kudo, apo jo? Kjo është e vërtetë. Megjithatë, ne natyrisht unë në çdo vend pune që kam qenë, kam thënë me krenari që jam shqiptare, dhe pse ndoshta nuk e kam kuptuar as akcent, as gjë, dhe prap kam thënë, apo edhe në kohën që Shqipëria këtu nuk kishte opinion të mirë fatkeqësisht. Po, sidomos në vitet kur ka ardhur, apo jo? Po, në vitet kur kam ardhur në 97-ën. Sepse nuk kam patur faj edhe vetë gjermanët, sepse kronikat televizive në atë që shikojnë atë kohë në Shqipëri ka qenë bardhezi, për shembull, apo jo? Një histori. Okej. Po bënim një grill në shtëpi dhe erdhi Vjeri, edhe bashorti i thot Lori, më thot shkurt, punon në universitet. Edhe thot, kur kam ardhur unë dhe unë kam drejtuar një kolon për të pastruar në universitet. Po thot, ajo nuk po pastron.
Po çfarë po bën? Po jep mësim. Ua, po pas ka student shqiptar që të mësojnë shqipen. Po jo, po jep mësim gjermanëve. Ua, pse s'pas ka më mësues gjerman këtu? Okej. Po. Megjithatë, domethënë ai është brezi, ka qenë ai brezi dhe ky ka qenë ai opinioni me paragjykime. Megjithatë, këto anashkalohen në fakt. Kam takuar në Bruksel një artiste të jashtëzakonshme, një pianiste e cila sot është profesoreshe pianos, edhe atë kam patur kënaqësinë ta kem në studio, siç ju kam juve. Kur nuk harroj, thot Rifat, punë e parë që kam marrë në Bruksel ka qenë pastrimi, dhe e di thot se çfarë ka qenë ironia më e madhe, kam pastruar pianot. Wow. Dhe pikërisht thot me kalimin e viteve thot unë erdha dhe u bëra pianiste dhe ju tregova që në Shqipëri kam mbaruar një akademi të arteve dhe sot ajo është një artiste mjaft e nderuar në midiset belge të Brukselit. Pra, vështirësitë në atë kohë kanë qenë më të opinioni të kam. Nga ndonjëherë lëndohesha, them të drejtën lëndohesha, se nuk më pëlqente. Dhe pse shumë kush thoshte, "Okej, kjo është e vërteta. Shqipëria është e varfër, Shqipëria merret me drogë, me prostitucion, asnjë gjë tjetër." Si e përballon aktualisht vitet e fundit ndërrimin, do thoja 360 shkallë të botkuptimit, perceptimit apo opinionit për Shqipërinë të vetë gjermanëve që mezi presin të shkojnë për shembull në Bregdet. Mua më duket si utopi nga ndonjëherë kjo. Them të drejtën, është si utopi, pasi është me të vërtetë 360 gradë është kthyer komplet opinioni dhe un kam shumë nga shoqëria ime apo shumë nga Gerling ku banoj unë vinë dhe më duan mendime ku të shkojnë ose kur janë duan thjesht thonë çfarë të bëjmë, ku të shkojmë, dhe pothuajse gjithë shoqëria ime ka qenë në Shqipëri dhe janë manitur, dhe kjo është e mira që janë zhveshur nga paragjykimet që kanë pasur dhe shkojnë atje, shikojnë që çfarë u ofron. Madje në Akademinë e Fjalës së Shprehur në Stuttgart, një vajza e një regjizore të famshme më thot, u habita zonja Shilok me atë që më tha vajza. Pse, i thash, ajo kishte marrë një tent për të fjetur në lum, o sum, në Berat. Atje kishin kaluar njerëz dhe e kishin marrë, kjo ishte friksuar shumë dhe kishte qarë, dhe kishte qetësou. Ata e dinin se ndoshta ku diun çfarë ti bënin me atë. Ata e kishin çuar në shtëpi për të fjetur në shtëpi. Edhe kishte ardhur dikush tjetër që ishin komunikuar pastaj me gjuhën dhe ajo që prej asaj kohe vetë çdo ditë e ka si familjen e saj atë familje. Thashë ne nuk lëm njëri të flejë në rrugë. A tha po ne flejmë në tenda si që thonë, jo, tek ne nuk lejohet. Edhe kjo unë gëzohem shumë që arritëm ne shqiptarët të tregojmë të huajve që jemi me të vërtet mikpritës, por gjithashtu uroj shumë që mos ta përbuzim dhe këtë mikpritje në fakt, pasi i ka arritur në Shqipëri dhe në disa vende që abuzohet me shumë gjëra, dhe uroj me të vërtet që të mbetet Shqipëria e këtyre turistëve që e duan kaq shumë. Po gjithatë shqiptarët ankohen. Ankohen se na morën Shqipërinë, thotë nuk kemi me vende në restorantet tona apo në kafet tona. Ka një ndryshim shumë thelbësor. Duke u bërë Shqipëria turistike, duke u zhvilluar, duke u bërë një Shqipëri tregtare, një Shqipëri që materializohet gjithçka, sipas jush do të dhenitet, do të zbehet pleshmëria e pjesës së krijuesve letrar? Se ndoshta krijohet një përshtypje, një zonë e cila më tepër ka probleme sociale, izolimi, emigracioni, janë aty zërat e brendshëm të atij kombi që shpërthejnë dhe marrin për masa, do të thojë, ndërkombëtare. Në fakt, turizmi, ta filloj me turizmin, është për mua është turizëm komercial, është turizëm jo kulturor. Janë disa grupe të organizuara të cilët janë të interesuar të shikojnë dhe kulturën e Shqipërisë. Ajo që më bën mua përshtypje dhe është për të ardhur keq, unë kur kaloj në Berat nuk shikoj asnjë librari të hapur në trotuar, shikoj vetëm diçka për të ngrënë, kafe dhe kaq. Do të thonë është turizëm konsumi, ende turizëm konsumi, ndërsa sa për krijimtarinë në Shqipëri, unë kam përshtypjen se vitet e fundit është çdo dy shqiptar, domethënë në dy shqiptar një është poet apo shkrimtar, nuk e di, është domethënë
kjo krimtari po lulëzon. Kam menduar se vetëm këtë pjesën e këngëtarëve, se këngëtar kemi me shumicë. Po kemi jo, edhe poet. autorët, poetët janë bërë si, po mbinë si kërpulla, në fakt kur bie shiu. Janë bërë shumë, janë dhe shumë shpipotuese. Më thënë, nga kjo prizmë isha para 2 vjetësh edhe në Panairin e Librit në Tiranë, u habita, them të vërtet. Ishte një fest, ishte fest libri. Ishte fest libri dhe kjo është për të ardhur mirë në fakt, dhe do desha që edhe diaspora këtu t'i bashkoj këse frymës në Shqipëri kaq krijuese të krijoj apo dhe të ndjeki këto krimtari. Ku jemi te krimtaria, i kthemi përsëri shtëpisë tuaj botuese, ku t'ja hapni derën apo krahët dhe mirëprisni autorët shqiptar që përfaqësojnë cilën letërsi? Autorëve shqiptar u hape dera të cilët përfaqësojnë letërsinë e mirëfill, letërsia e cila mbetet, letërsi e cila pasqyron kulturën, pasqyron fjalën dhe jep një pasuri, një diapazon shumë të gjerë kulturës sonë këtu në vendet gjermanofolse. Më tepër jeni të prirur, t'u japni dyert, të jeni interesuar që t'i merrni këtu për t'i përkthyer kolosët e letërsisë shqiptare apo edhe penat e reja? Kolosët, kada reja është përkthyer shumë. Problemi qëndron edhe me kontakt me shtëpitë botuese këtu në Gjermani me të tjerat apo me revistat. Kolosët e letërsisë shqiptare, të themi kada reja, Golli, Frashi, këta janë të rilindjes, nuk kërkojnë me. Edhe kadareja janë velur lexuesit, ata kërkojnë diçka të re. Ata që dua unë të sjell, unë kam sjell para 2 javësh Bashkim Hoxha në gjermanisht, unë bashkëpunoj dhe me Ministrinë e Kulturës apo me qendrat e librit në Shqipëri, të cilët zgjedhin autorë dhe më të mirë, dhe u bazojmë në fakt edhe panaireve dhe fituesve që dalin në për festivale të ndryshme, ku mund të referohem. Ajo që i kam vënë unë detyrë vetes në shtëpinë botuese është do filloj si vjet, do bëj nga një antologji çdo vit, unë do kem përmbledhje, ta themi, se antologji mërzitën dhe autorët që nuk i vë, se mendojnë se kjo është ajka e letërsisë, atëherë përmbledhje me prozë të shkurtër të autorëve të lindur në vitet 60 plus minus 60, dhe do jem në fakt në rezidencën Fafa në Durrës në fund të tetorit për 2 javë që do ta mbaroj këtë projekt. Bravo. Edhe dua që mot ta bëj me poezi, domethënë ky është kontributi që mendoj unë që mund t'jap letërsinë shqipe, pasi unë jam vetëm një dhe fatkeqësisht autorët duan të përkthejnë vetëm nga unë. Në fakt, ne na mungojnë përkthyesit letrar, se po të kishim përkthyes letrar mund të bënim një larmi më të madhe në fakt me atë që mund të ofroj unë si një person. Të dalim tek një pyetje e cila është më konkrete për shtëpinë tuaj botuese. Si mundet dikush për shembull të porosis një libër që ju e keni përkthyer që ta ketë, do thoja, në vitrinat e bibliotekës së tyre në shtëpi? Si mund ta marrin? Në çfarë forme? Është elektronike apo? Atëherë ne kemi libra të gjithë fizik, kemi dyqanin ton, kemi dhe adresën ton www.shilo këtu në Gjermani, është në Gerlingen, është adresa komplet, është dhe fizike edhe online, mund të porosisen librat, ndërkohë unë gjithë librat i regjistroj në katalogun e librave të disponueshëm, i cili i përket vendeve gjermanofolse, Austrisë, Zvicrës dhe Gjermanisë, domethënë kushdo që shkon me këtë emër autori apo me ISBN-in ose me titullin në të tëra libraritë e këtyre 3 vendeve gjermanofolse porosit librin. Sa bukur. Gjithashtu dhe në Amazon. Domethënë, unë e quaj shtëpi të vogël botuese pasi nuk mund të pretendoj tani që është e madhe, por hapësirat që i kryoj unë autorëve apo veprave që botojnë në shtëpinë time botuese janë të njëjtat si çdo shtëpi e madhe botuese këtu. Dhe mënyra se si i dërgohet pastaj edhe lexuesit është? Natyrisht, unë mundohem që autorët t'i sjellë në Gjermani, t'i promovoj, edhe Mimoza Ahmetin që pata, unë janë zora, ja botova librin dhe në shqip dhe në gjermanisht, ndërsa poezit do t'i bëj 2 gjushe, pasi dua që edhe prezi treti diasporës që është tani këtu që e flet gjuhën shqipe, por nuk e lexon dot, nuk e kupton dot. Atëherë mund ta kuptoj gjuhën kur ka gjuhën tjetër përballë, gjuhën gjermane. Me këtë ndoshta mund ta pasuroj pak letërsinë gjermane me letërsinë shqipe. Shumë bukur. Në fund një pyetje. Sa herë që e shikon
Loretën 10 vjeçare atje në Berat, çfarë i ke ngelur borxh deri tani asaj? Edhe që mendon që do t'ja realizosh në një të ardhme jo të largët. Se shoh që je aktive në të gjitha drejtimet, por dalësh ndonjëherë dhe shikon Loretën atje në ato kaldrëmet e Beratit, atë Loretën 10 vjeçare, çfarë i ke ngelur borxh në ëndrat e saj? Shkrimet, unë kam shkruar shumë kur kam qenë në Berat. Dhe fatkeqësisht kur erdha në Gjermani u ngri, domethënë isha në një pezullim të krijimtarisime. Po bëj 3 vjet që po rishkruaj, gëzohem për këtë fakt, por do desha që të kisha më shumë kohë për Loretën poete dhe shkrimtare. Besoj se do gjeni hapësira edhe për ta, apo jo? Shpresoj. Bukur. Atëherë ishte kënaqësi e veçantë që ju kishim në studio. Shpresojmë që edhe në aktivitetet e tjera që ju do bëni këtu në Stuttgart, por edhe në hapësirat e tjera gjermane, të kemi rastin që të vim edhe t'i prezantojmë ato. Shumë faleminderit. Respekt. Faleminderit. Atëherë, të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion. Deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.